edhe dëshirën për muzikën, vallëzimin, njëkohësisht edhe pasionin për këto dyja. Kështu që faleminderit shumë Sara, pa unë për kohë po e ndjekim edhe materialin në vazhdim. Në qytetin e Ferizajt është hapur një studio e ri e quajtur Harmoni për balet dhe muzikë, e cila pritet të sjellë një frymë të re në zhvillimin artistik të fëmijëve dhe të rinjve. Kjo studio është themeluar nga Rudina Sojeva, një artiste e pasionuar dhe profesoresh e baletit, e cila përmes këtij projekti synon të krijojë një hapësirë të sigurt dhe të frytshme për zhvillimin e talenteve të reja në fushën e artit skenik. Rudina Sojeva me përvojën dhe përkushtimin e saj është përgjegjëse për mësimdhënien e baletit në këtë studio. Ajo përgatit nxënësit në nivele të ndryshme, nga fillestarët deri te ata më të avancuarit, duke u mundësuar atyre të mësojnë teknika profesionale të vallëzimit klasik dhe modern. Rudina, a mundesh më na tregu se si erdhi krejt ideja për me hap një studio të tillë, pra të baletit, të solokëndimit, për piano? Duke ditur, domethënë, gjithë rëndësinë e artit me vetë fjalën art, duke përfshirë balet, piano dhe solo këndim, e duke ditur edhe nevojën që kisha unë kur isha fëmijë, kishte sa më shumë organizata të tilla, edhe mund të themi institucione ku promovohej baleti, muzika dhe arti, më lindi kështu ideja duke marrur parasysh dhe gjithë bagazhin tim në anën e baletit, në anën e artit në përgjithësi, kështu që me patjetër duhej të ishte diçka e imja, ta filloja kështu edhe ta zgjeroja, domethënë me piano, muzikë dhe solokëndim. Normalisht që si çdo rrugtim është i vështirë, por madje edhe të fillosh diçka është shumë e vështirë. Normalisht kërkon menaxhim të mirë, kërkon sfida më vete, kërkon investim, edhe patjetër që mund themi ky rrugtimi deri tek realizimi është mjaft i vështirë, por që nuk do të thotë që është i pamundur nëse njeriu ka dëshirën dhe vullnetin për të punuar, e me do e mos për të nxjerrur edhe nxënës të mirë edhe talenta të rinj që Ferizaj e meriton edhe duhet ketë sa më shumë. E pëso kanë qenë mbështetës familja dhe rreti yt i ngushtë për me hap një studio të tillë? Domethënë rrugtimi im pa ta nuk do të realizohej, edhe normalisht që ata kanë qenë shumë për krahës kundrejt meje, sidomos prindrit e mi, duke ditur edhe gjithë talentin, ata sot edhe përkrahin edhe fëmijët e rinj, sepse dikur ishte Rudina e vogël, ndërsa tash janë gjithë këta të rinj, gjithë këta fëmijë, djemë dhe vajza që mund të meritojnë këtë rrugtimin e suksesshëm. Atëherë studio do funksionoj 5 herë në javë, domethënë duke marrur parasysh edhe degët e tjera që gjenden këtu përveç baletit, siç është muzika, pianoja, solokëndimi, kështu që do të funksionojnë 5 herë në ditë, sikur një shkollë kështu tamam specifike, por që orare do të jenë të ndara, sikurse baleti që është 2 herë në javë, mandej çdo nxënës që ka orë individuale në piano është 2 herë në javë, kështu që është koordinim mjaft i gjerë i orareve. Atëherë talenti i baletit pa ardhur në studio dhe të shihet, nuk mund ta konstatosh që kjo vajzë mund të jetë balerin ose ky djalë mund të jetë pianist. Duhet që prindi të marrë hapin i pari, ta sjellë fëmin, ne e testojmë edhe në këtë formë mund të bëhen regjistrimet. Kjo studio nuk është e përqendruar vetëm në balet, por ofron gjithashtu kurse të muzikës fal bashkëpunëtores Ajla Jakaj. Ajla, një muzikante dhe pedagoge me përvojë, mban mësime për piano dhe solokëndim, duke punuar individualisht me nxënësit për të zhvilluar ndjeshmërinë muzikore, teknikën dhe interpretimin artistik. Rrugtimi im në muzikë ka filluar që në moshë të hershme, do me thonë jom rrit me muzikë, po edhe ashtu kom shpreh shumë interesim dhe kam një bagazh të madh të muzikës dhe Rudina shoqja ime e ngushtë dhe kemi menduar për me hap një kurs bashkë, një studio Harmoni, që me jap muzikën, artin në mënyrë më të natyrshme fëmijëve. Po sa ka qenë sfiduese, cilat kanë qenë sfidat, vështirësitë në fillim, apo e ke pasur krejt lehtësisht? Krejt lehtësisht, falë familjes, po normal sfidat janë tek të gjithë njerëzit, edhe në muzikë, edhe në çdo rrugtim tjetër të jetës. Po na trego se sa po ka interesim për solokëndim dhe piano në këtë studio?
Po ka interesim më shumë në piano, po dhe në solo këndim, po unë jam e gatshme gjithmonë me ju përshtat prindve, fëmijëve që me ju mësu sa ma mirë, edhe kaq. Hapat e parë është qëndrime në piano, si t'i vendosim duart, mandej shkon me i mësu notat, e këtë rrugtimi kështu me radhë. Po ma shumë është normal qëndrime se si me qëndru në piano, mandej është konstruksioni i trupit, e sene kështu. Piano është mbretëresha instrumenteve, jashtë në Evropë piano është instrument kryesor të çdo fëmijë, apo edhe nëse nuk e ka qef. Po në them se qëllimi ynë është me i liru nxënësat, me shpreh talentin e tyre. Ndërkohë nxënësët e baletit dhe muzikës të cilët po mbajnë ushtrimet në këtë studio kanë treguar për dashurinë që kanë për këtë profesione pavarësisht moshës së re. Unë quhem Danina. Sa e dashuron baletin? Unë e dashuroj baletin shumë dhe dua të bëhem balerin. Sa po kënaqeni këtu në studio me shoqet dhe mësuesën? Unë kënaqem shumë në këtë studio dhe dëshiroj që të bëhem me këtë shoqe. Po ju si quheni? Nina. Nina, sa e dashuron baletin? Shumë. Edhe si po kalon këtu me shoqet edhe mësuesën? Shumë mirë. Apo kënaqesh gjatë orëve të vallëzimit? Po. Edhe këtu i kom edhe dy goca të bukura, si quhesh? Rajana. A mundesh më na tregu se sa e dashuron baletin, sa e donte? Qem vesh po të më bë balerin. Kur të rritesh, a ki mu bo balerin? Po. Si po kalon këto me shoqet dhe mësuesën tënde? Mirë. Po ti si quhesh? Narta. A mundesh më na tregu edhe ti pak për dashnin që e ki për baletin? Po. E dashuron shumë baletin? Po. A të pëlqen me vallëzu ty shumë? Po. Si kalon këto me shoqet e tua edhe me mësuesën, a kënaqesh? Po. Si quhesh? Fota. Sa e pëlqen baletin? Shumë. Ti si quhesh, se ke emrin? Maja. Maja. Maja, e don ti baletin shumë? A ki qef me vallëzu? Po. Apo si po kalon këtu me shoqet dhe mësuesën? Apo kalon shumë mirë? Ti si quhesh? Se ke emrin? Aksa. Aksa. A mundesh më na tregu sa e don baletin? Po. E don shumë? Po. Si po kalon këtu me shoqet? Apo kënaqesh? Ti si quhesh? Inaja e time. Sa e don baletin? Shumë. A ki qef me vallëzu shumë? Po. Me shoqet dhe mësuesën si po kalon? Mirë. Po ju si quheni? Mirë. Se ke emrin? Jara. Apo kënaqesh këtu të vallëzu balet? Po. A vjen çdo ditë? Po. E me shoqet si po kalon me mësuesën? Mirë. Ti si quhesh? Aftja. A mundesh më na tregu se sa e dashuron baletin? Po. Shumë e dashuron. Dunda fora. Qysh kalon këto me shoqet dhe mësuesën, sa herë vallëzon këto shumë? Sa mësuese. Si quhesh? Tuana. A mundesh më na tregu se sa e ki pasion pianon? Shumë më pëlqen shumë piano dhe dashuroj më bë pianiste. Sa po je këtu në orët e mësimit e kënaqur në këtë studio? Shumë. A mundesh më me luajt diçka për neve? Po. Çka si e ka emrin pjesa që kime lujt? Twinkle, twinkle, little star. Me përkushtimin e Rudinës dhe Ajlës, kjo studio premton të bët një qendër e rëndësishme kulturore në Ferizaj, që jo vetëm edukon, por edhe inspiron brezat e rinj për të ndjekur rrugën e artit dhe të ëndrave të tyre.